Soleja. Happy birthday. Happy birthday, mommy. Faleminderit dashuri. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe nga Soleja. Mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton. Soleja Family. Unë jam Armela. Unë jam Esidi. Ne sapo kemi dal, është mbasdite, është ora 7 besoj, edhe këtu tek parku i qytetit është një organizim, një fest, dhe është Open Zee Festival 7 Garte në Konstancë, dhe Esidi më tha që është diku për 3 ditë ky festivali, nuk e di. Sot është e premte, besoj deri të dielën, Po 3 ditë. Të dielën në fakt është edhe një festë zyrtare këtu, edhe dita hënë është ditë pushimi, edhe ne kemi dalë tani këtu, edhe po shikojmë se çfarë ka këtu, do t'ju tregoj edhe këto stenda. Më vonë, këtu do bëhet, është skena dhe besoj se do bëhet një si tip festivali, organizimi, më duket se mbaj mend vjet, kam edhe video, edhe kemi kërcyer këtu vjet diçka tillë, besoj se është e njëjta festë, tash shumë ngrohtë koha. Po më duket ndryshe nga vjet. Si vjet që nga ndryshe, sepse vjet nuk ishin këto stendat, ndërsi vjet ka këto stendat edhe me ushqim, se këtu organizohen festa të ndryshme, po vjet e mbaj mend që s'kan qenë këto stendat, janë shtuar këto. Ishim te kjo stenda këtu mbrapa, edhe po, ishte ajo rrota që rrotullohet. Strawberry? Po. Me meshe? Soleja fitoi vetëm këtë stikerin, unë fitova një Haribo, edhe Esidi disa karamele kështu, ruaza karamele, që normalisht të gjitha këto shkojnë për Solejan. Kjo ishte kjo stenda këtu shumë e lezetshme. Tani do shikojmë se çfarë ka të tjera sot. Kam bear. Soleja i ka bërë si roz. Po. Soleja fitoi këtë stikerin. Do kthesh pak të tregojmë sa e bukur je bërë sot? Rrotullohu pak? Ua, fustani Lali Bakut, Lady Bakut, që ju tregova tek video e fundit. Se Soleja i thot Lali Bak, i ka thënë që e vogël Lali Bak dhe ka ngelur Lali Bak, por është në fakt Lady Bak. Open Zee Festival 2026. Mein Name ist Yasin und ich habe wie seit 5 Jahren das große Vergnügen, hier für euch moderieren zu dürfen und euch ein kleines bisschen durch den Abend durchzuführen. Wir starten heute mit unserem Festival und ich habe natürlich ein paar Informationen. Okay. Up, team. Doing what? How shall we? I thought we all. Ja. Evet. Şapka. Çıkar. Evet. Dik tuhafına evet şapka. Evet. Evet. Oh my god. Përshëndetje edhe nga dita tjetër. Duke qenë se sot e kemi pushim, unë Esidi dhe Soleja nga Kopshi gjithashtu, vendosëm të dalim këtu te liçeni për piknik, për plazh, sepse koha është shumë e mirë. Momentalisht është
31 gradë, është shumë nxehtë, por sot paska pak erë, që do thot nuk është shaj nxehti shumë i keq, por frym pak erë, është pak më freskët, se Buzliqenit është gjithashtu goxha më freskët. Paska njerëz mjaftueshëm, por nuk e di të shohim. Tani është ora, se është ora tani? Është ora 11:40. Vendosëm të vim më mirë këtu te liçeni, nga vitet e tjera kemi shkuar shpesh edhe tek pishinat, por tek liçeni është më mirë sepse ke më shumë hapësirë, uji është liçeni dihet që ke të gjithën ujin për vete, ndërsa kur je tek pishinat bëhet një grumbull i papar, nuk ke vend dhe ku të rrish e ku të futesh në pishinë. Ja edhe Solea është ulur tani këtu te karrigesa. Përshëndetje çik Solea, ka YouTube mami? Hallo. Unë jam veshur kështu me këtë kostumin edhe babi për mami është duket si një qunë, dojë për mami nuk ka këtë kostum. Mami nuk do lahet, mami do rri sot, e ka pushim, sepse nuk mundet sot të lahet. Shpresoj që nuk e di se si është koha tani në Shqipëri, ose nuk e di se nga cili vend më ndiqni. Shpresoj që edhe ju t'ja kaloni bukur, t'i kaloni bashkë me familjet tuaja këto ditë ngrohta, të shfrytëzoni kohën, edhe kush ka mundësi të shkojnë në plazh, pse jo, kush ka mundësi të shkojë te liçeni, edhe pranë familjes, kështu që këto janë disa momente shumë bukura për neve, ne mezi i presim këto momente, kalojmë kohë me njëri tjetrin dhe kur është koha e ngrohtë e shijojmë akoma edhe më shumë. Këtu në fakt është shumë bukur. Po. Kalohet shumë bukur. Përshëndetje nga unë vetëm doja të shtoja që këtu e ka lënë natyrën ashtu siç është, siç e ka bërë Zoti, edhe kjo gjë duhet bëhet edhe në Shqipëri. Që të kemi turizëm edhe të kemi jo të jetë shezllonat nga 80 euro, nga 100 euro sa është çmenduri. Këtu mund vish ta vesh çadrën, mund të rish si të duash, pa shqetësuar të tjerët edhe ta shijosh gjithë ditën. Për pjesën e çadrës dhe shezlloneve jam shumë dakord me si dhe më thënë, në Shqipëri bëhet një shfrytëzim shumë i madh në plazhe, edhe nuk ke as kushtet që ty të duhen, janë ngjitura me njëri tjetrin, është skandal, domethënë sidomos në korrike dhe në gusht, s'më pëlqen fare, ne ishim vjet në gusht edhe me thënë të drejtën nuk është se u kënaqa shumë, kishte një mbi popullim. Ku kemi qenë vjet ne, po në Saran ndejmë ne, po që shkuam edhe nëpër plazhet aty përreth, kishte një mbi popullim, shkuam vetëm një ditë, 2 ditë më duket se shkuam, sepse u nisëm do shkonim në Ksamil, edhe na ka shkuar rruga 3 orë për të vajtur deri në Ksamil, domethënë ishte skandale, edhe pastaj thashën si më mirë rrim Saran aty ku jemi, poshtë shtëpia, e bëjmë plazhin aty, edhe se sa të humbim 3 orë të vesh deri Ksamil dhe 3 orë të vish, 6 orë të humbim ato orët kot më kot nëpër rrugë, ishte një torturë e vërtetë, edhe ndenjë pastaj e bëm ditët e tjera të plazhit, i bëm aty në Saran, sepse ishte pamundur të lëvizje dhe të vizitoje të gjitha plazhet. Kështu që duhet të menaxhohet më mirë kjo pjesa e turizmit dhe plazheve në Shqipëri, sepse gjuna janë plazhe shumë të bukura. Shqipëria tani është bërë shumë e njohur, vinë e vizitojnë shumë turistë nga gjithë bota, por që menaxhimi është shumë i keq, pastaj përmosden për shërbimin që të lej për të dëshiruar edhe çmimet që janë në stratosferë skandaloze, domethënë. Gjithsesi, Shqipëri nuk bën dot xhiro buz detit sepse i kanë vënë detit dhe plazhit i kanë vënë porta. është ngrat. Nuk mund të privatizohet çdo gjë. Ne këtë mendim kemi. Ne kemi marrë me vete, kemi marrë këto batanijet edhe këtë batanijen e piknikut, e kemi shtruar aty, do rrim këtu sot, nuk e di deri çfarë ore do rrim, por që koha siç thash është super, kemi marrë edhe për të ngrënë me vete. Tani edhe në kjo do ta tjetër. Pastaj fitura. Fitura jo me mirë. Po shko në bëj. Okay.
Solea u la pak të liqeni tani me Ensitin. Po thoshte që ishte I ftohtë ujë? Jo shumë, po ishte e pisë. Ishte edhe me vuaç. Po sepse Me lut. se sot në fakt pas ka pak dallg, edhe besoj nga kjo është dhe ujë turbullt, por që u kënaqet ti Solea? Solea është tuaj dhe me shi? Jo, Jo? jo, ishte shumë ftohtë ujë. Ishte ftohtë, po si ftohtë tani mu I zemër. Flokë. Edhe vjet kështu në maj kemi ardhur ne për herë të parë. Edhe je lartë ti këtu te liqeni. U kam pink flok. Ti ke pink flok. U kam pink. Tani do rri Solea të dielli sa të thahet mirë. Po edhe floku. Edhe floku, bëri dhe u lati dhe të dushi. U jam zeni pa flok. Edhe do haj pak buk pastaj apo jo më? Po. Mirë. Kështu do ta bëjmë, do ham buk pastaj. Se ka shkuar ora. Ora është 12 e qerek. Kemi edhe qikor. Kemi goxha kohë. U ta uzën uaj. Ndërsa unë po rria këtu dhe më kishte zënë pak gjumi. Nuk ndenjët shumë jo aty te uji apo jo? Jo. Pak. Edhe mua sa më zuri gjumi vjen Solea me Ensitin. U zgjova pastaj direkt. Jo ku bësh. Ku bëre këtu larg. Po që bëri ajo dushi aty, u lave dhe te dushit, ja? Po, unë futa edhe kokën brenda. Fute edhe kokën. Po 2 Po herë. kokën e futet e liqenit? Jo. Jo. Po pse e laget e dushi? Se uji I dushit është I ftohtë. Por nuk isha qef, ishte që S'ka që. pista. Nuk ka që. Nga që është nga që pas ka pak dallg sot edhe është I turbullt. Edhe vuat ka edhe kështu në thash. Tuabeda. Turbullt. Turbullt. Edhe kjo what? Po. Është what. Edhe what 1000 watts brenda ishte në plazi. Luc. Lut. 1000 lut ishte në plazi. Shumë edhe deli larg. Deri larg. Po që nga që lezetshëm se fryta pak erë, edhe këtu te hija ku jemi ne te kjo pema, ka shumë nxehtë. Kështu që gjetëm edhe këtë vendin këtu, se më poshtë nëse do Duaj me dhakullore. staj. Po. Nëse poshtë Pas rrim aty bukës. afër liqenit, Është shumë bukur me dhakullore. duhet blejmë një çadër që të rrim edhe aty poshtë, sa blejmë një çadër, Po. se kemi harruar. Edhe se tani nga që ka shumë njerëz nuk gjen as vende poshtë pemëve. Janë të gjitha vendet e zena. Edhe ne kemi gjetur një vend. Dhe ne kështu që gjetëm një vend këtu që mund të rrim dhe pak në diell dhe pak në hije. Po. Zeçëm. Ndërsa pjesa tjetër atë më poshtë këtej janë lodra të shkandilojrave për fëmijë, ka kështu. Është e gjitha e mbuluar nga pemët edhe ka hapësira të gjelbërta ku mund të rish edhe aty, po dhe aty plot do jetë. Ti edhe këtu brapa kishte edhe shumë gura të vogla. Jo më shpejt. Floku jetë shpejt. Shkoj. Shtarës. Shtar. Shkoj e trupi ime. Trupi jotë si në siren. Unë se halo. Të vratim janë të madhe. Shkoj? Po. Shumë bukur. Po ne do ham ice cream. Do ham buk një herë o jetë. Pse ice Ti cream? ke mendin, ti vetëm ta kulloret. Shpishtë me mësë. Tarate. Ne kemi të hodhëm vend. Ja, si që duken edhe dalgët, ka pak dalg. Shkoni? Ja, edhe njerëzit këte. Ka dhe shumë anije, dhe prandaj Po, ka edhe shumë anije, tani fillon edhe sezoni. Shumë mirë ku kam e bere. Solea do haj këto lule shtrydhe, trangull, djath dhe këtë paninen këtu me një proshut brenda. E morëm vetëm për sot për piknik. Ndërsa neve kemi përgatitur nga kjo buka ime që është pa gluten. Ka këtë proshutën, ka krem djathi pa laktoz dhe djath pa laktoz po ashtu me avokado.
Po do ikim në vend tjetër. Ne ndruam vendin edhe kemi ardhur këti nga pjesa e parkut të themi, sepse aty ku ishim filloi të binte shumë diell edhe ishte shumë nxehtë, edhe nuk mund të rrinim dot atje dhe erdhëm këtej nga pjesa e parkut, ku ka edhe lojra për fëmijë, kënde të vogla lojrash për fëmijë. Edhe tani do rrim pak këtu, do shplodhemi pak, Solea po luan aty, e kemi përballë Solean, do ju a tregoj. Unë po rri pak këtu te karrigja, se një karrige kemi nga këtu, do blejmë një tjetër, se në vërtetë është shumë të domosdoshme dhe ato po i thoj edhe Ensidit që mbase është mirë që të blejmë një karrige tjetër, Solea ka karrigen e saj, edhe të marrim edhe ndonjë termos që ta kemi kur të dalim për piknik. E kemi një çantë të vogël që fusim, çantë termike që fusim ushqimet kur marrim me vete, por mbase do na duhet një termos sepse tani fillon koha që ne dalim shumë shpesh buzliqenit edhe marrim sigurisht edhe ushqimet me vete, gjërat që na duhen. Kështu që vjet kemi përdorur atë çantën, vjet apo 2 vite, sa kemi që përdorur atë? 2 vjet duhet. Një çantë vogël kështu termike. Por që mendoj që tani do marrim edhe një termos ta kemi. Duhen krijuar këto kushtet për pjesën e piknikut kur del, ose për pjesën kur del që shkon për plazh, këtu buzliqenit. Pse jo, sepse tani është me të vërtet shumë vap, ka filluar një vap e tmerrshme. Duhen ato gjërat se ndryshe duhen sa gjëra me vete. Po, janë të domosdoshme. Atë termosi që termos quhet. I ban gjërat e ftohta, se vendi ku është super i bukur, se ka dhe pjesën qendër që është me rar, edhe me çadra lart që bën hije për fëmijët. Po, luajn fëmijët aty. Edhe hapin dhe ujin, edhe luajn loja kreative kënaqen kalamaj. Kur ka qenë Solea më e vogël, domethënë vinim më shumë rrinim këtu, ndërsa kur kemi patur shtëpinë në qendër të qytetit, kemi pasur edhe liçenin që shkonim në kemp, nuk na duhej fare domethënë vinim me autobus, edhe frekuentonim më shumë pjesën e liçenit që është andej poshtë, që kalon edhe kufirin e Zvicrës, edhe shkonim atje dhe atje është i park shumë i madh lojrash, bënim edhe plazh andej poshtë, edhe uji është shumë i mirë, atje është me bura si pjesa jugore e Shqipërisë, po e mendonim në fakt sot vinim atje apo të vinim këtu. Por që erdhëm po këtu, mbase shkojmë një herë tjetër atje. Këtu kemi tash? Po, ku do vemi tek pishinat, këtu do zgjidhim vendet. Janë edhe 2 vende tjera që s'kemi qenë ndonjëherë, po do të kthejmë edhe unë, mbase shkojmë ndonjëherë edhe atje. Se realisht Konstanca t'i ofron këto mundësi. Po. Si qytet edhe si. Edhe nuk është për shembull si në Shqipëri që mund të paragjykojnë njerëzit nëse ti merr bukë me vete, ose merr pije me vete, ku diun, ose mund marrësh termosin ose një çantë me ushqime, gjëra kështu. Edhe të paragjykojnë ty që pse ke marr atë edhe je ulur aty te bari edhe po ha ti aty bukën me vete. Nuk është fare, domethënë të gjithë e bëjnë këtë gjë. Edhe është shumë komode, është shumë gjë e mirë nga kjo pjesë. Ndërsa në Shqipëri, ku kemi shkuar këto vitet e fundit për plazh, goxha vitet e fundit, domethënë, ishte ndaluar dhe ishte edhe me tabelë që nuk lejohet të kishe me vete termos. Edhe imagjino të nxirje shishen me ujë që të pije ujë, domethënë, ose të haje në një snacks të vogël që kishe marrë me vete, ishte një turp shumë i madh në Shqipëri. Por që ç'ati bëjmë? He Solea. Alo. Ili Solea, si bëjmë? Solea po luan aty, ka zë një shoqe aty te parku, te lojrat.
Ja tek është edhe Solea, ndërsa ja se si duket edhe kjo pjesa e parku që thash është shumë e madhe, vazhdon edhe këtej, rrotullohet e gjitha, është një hapësirë shumë e madhe, edhe kalohet këndshëm. Tani jemi mbasdite, ka vajtur ora 5, edhe Solea donte patate, edhe ne nuk kishim lek, kishim vetëm kartë me vete. Detyrova mora dhe unë një patate ekstra për të plotësuar mbi 10 euro shumën, në mënyrë që ta paguaja me kartë, se duhesh mbi 10 euro që ta paguani me kartë. Ky është vendi i tretë që kemi ndruar, kemi ardhur nga një pjesë tjetër e liçenit këtej. Se donte të lëvizte Solea, s'po donte të rinte me atje, u la ati pak këtu, të ne një pak të dielli dhe tha dua ka patate. Morëm dhe patate Soleas. Ja të kemi edhe nga dita tjetër, si që pat ne ishim tek Tomi. Kush jeton këtu në Gjermani e di, Tomi ose Obi, halo edhe Solea është këtu, e morëm nga kopshti, edhe kemi bler një zgarë të vogël, sepse tani në verë është shumë lezetshëm që mund të bësh edhe zgarë, edhe të pjekësh në një gjë, edhe mund ta marrësh me vete në park kur del. Edhe u frymëzuam siç që thash dje, edhe shkuam e blem sot atë zgarën. Ç'a blem? Blem dhe një karrige, siç që thash. Gjë tjetër nuk ishte atje. Edhe do ta provojmë, jo për neve se ti e ke tëndën, edhe do ta provojmë sot edhe zgarën. Me shumë mundësi të shohim. Edhe ti e ke. E Sidi po e monton tani, bashkë me Solean. Ndërsa unë jam këtu tek dhoma e gjumit, edhe këtu mbrapa Solea, se shky ka puli math me rroba, do sistemoj edhe do palos rrobat, kam shumë punë këtu. Sot kemi qenë tek, si që thash, që mora analizat që kisha për të bërë, ato vitaminat që thash që duhet i paguaja vetë, me erdhi fatura par dje dhe kam shkuar e kam paguar sot e banka. Kam paguar 67 euro. Edhe jashtë ka qenë shumë vap, një vap të mërshme, 33-34 gradë, me thënë një të merë e vërtet. Nuk është se kemi bërë në gjë interesant. Qa do ju thoya se kam harruar t'ju tregoj se atë ditë, unë kur kisha ditëlindje, se nuk e kam përfshirë shumë këtu tek video, sepse atë ditë kur kisha ditëlindje, kisha lënë edhe termin për të bërë infuzion hekurin, që mora direkt këtu në damar, edhe pas 2-3 orësh, pas i hengëm drekën e ditëlindjes atë ditë, pim edhe një kafe, kemi ardhur në shtëpi, unë kam qenë super e lodhur, nuk e di mbas se ka qenë nga infuzioni që mora në gjak, kam fjetur pas e kullet në shtëpi, kam fjetur 3 ose 4 orë gjumë, nuk e di, dhe atë ditë nuk kam mundur do të me të tregoj rreth ditëlindjes, por jemi që jemi këtu te dollapit, doja t'ju tregoja edhe dhuratën që mora atë ditë nga Ensiti. Është nga Solea. Është kjo çanta e Guess. E blem këtu në Konstancë. Unë bleva për ty, mami. Po, e zgjodhi Solea. Faleminderit. E zgjodhi Solea për mua, ja si duket edhe çanta. Mora diçka që mund ta përdor për dita, edhe që shkon me çfarë do lloj veshje, nuk është se jam shumë tip i trendeve të fundit, të ndjek edhe të vishem dhe të bëhem kështu, nuk e di, por që kjo më pëlqeu atje dhe e mora, mund ta mbaj kështu, mund ta mbaj edhe me rip, kështu varur, edhe ja çanta brenda është kështu, ka këtë hapësirën këtu, ka edhe 2 hapësira të tilla që mund t'i përdorësh, ka goxha hapësira.
Kam edhe të gjithë dollapin për të sistemuar, për të hequr rrobat e dimrit, për të vendosur këto të verës. Si që ju thash që morëm një zgarë të vogël, ja të kështë edhe zgara, e si di po bën gati zgarën dhe Soleja aty do shkoj dhe unë për pak. E morëm për vetëm 15 euro, ta provojmë një herë si do na shkoj, ja vlen si ja vlen, edhe ato tjera që ishin 50 euro nuk është se ishin në një cilësi shumë e mirë, dhe për këtë arsye tham ta provojmë një herë këtë që është me 15 euro. Edhe ta shikojmë pastaj s'dihet, do me thënë se ne po e ndezim dhe këtu te balkoni, edhe pastaj mund të ankoj edhe ndonjë njeri, komshin të kështu. Kështu që për këtë arsye prandaj them ta marrim një herë ta provojmë këtë edhe të shohim pastaj më mbrapa se çfarë mund të bëjmë.